adhuruesve të detit, anijeve të ndryshme që vijojnë nga lashësia deri në ditët e tona. Ato janë lundruar në të njëjtin det e tashma imazhet e tyre janë në të njëjtën sallë. Unë mendoj se kjo ekspozit ka rol që jo vetëm të prezentojmë arritjet tona në fushën e datarisë, por dhe t'i bëjmë të njohura ato sepse nuk pak dihet për këto. Jam i bindur që grupi Liburna Ulqinake me këtë dhe aktivitetet të tjera të ngjashme mund të jenë ndihmës dhe në hapjen e muzeut të detarisë në Ulqin, që është kërkesë e domosdoshme e jona. Në këtë ndërim, për herë do të kenë të përkrahjen e komunës dhe kjo ekspozit e cila dokumenton lashësinë e detarisë sonë është e paraqitur me modelar të njoftën si tha dhe Iliri, të cilët gjenden në krejt malin e zi, por edhe në modelarët në Ulqin kanë qenë ma ekspertë. Dragi prisutni, dame i gospodo, dozvolite mi da u